Kryeministri Edi Rama ishte sot i pranishëm në eventin Fondi Social 2026, garanci për qëndrueshmërinë e shërbimeve për mirëqenien e qytetarëve, ku prezantuan 14 shërbime të reja sociale në mbështetje të fëmijëve dhe nënave në nevojë, personave me aftësi ndryshe të moshuarve grave, vajzave, viktimave të dhunës, si dhe fëmijëve pa kujdes prindëror. Në fjalën e tij, kryeministri theksoi se risi kyçe e këtij procesi është përfshirja aktive e pushtetit vendor, duke nënvizuar se aktualisht rreth 65.000 individ përfitojnë nga sistemi i shërbimeve sociale. Risia vendimtare e këtij procesi ka qenë shtrirja e shërbimeve në nivelin vendor dhe përfshirja e pushtetit vendor në mënyrë aktive, gjë që është në hapat e parë për hir të vërtetës, por që në hapat e parë na ka dhënë të gjitha arsyet për të besuar se kjo është rruga e drejtë. Edhe sigurisht në leadershipin e një kryetari bashkie me përvojë dhe me sukses të pamohueshëm, siç është ministri aktual i shtetit për pushtetin vendor, kam shumë besim se do të krijohet një sinergji e domosdoshme me kryetarët e bashkive për ta çuar këtë proces përpara. Që sot Shqipëria të kujdeset në mënyrë të posaçme për 65.000 individ është diçka shumë domethënëse. Dhe nuk janë 65.000 individ të cilët i prek një sistem financimi, por janë 65.000 individ të cilët i prek një sistem i organizuar institucionesh, pikash shërbimi, kujdestarësh dhe kështu me radhë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Evis Sala, u shpreh se shërbimet janë ngritur në partneritet të plot me pushtetin vendor dhe lidhjen drejt për drejt me rolin dhe përgjegjësinë e bashkive për vijimin e financimit dhe ofrimit të tyre në kohë. Gjatë vitit 2026, Fondi Social do të financojë 14 shërbime të reja për fëmijët dhe nënat në nevojë, për fëmijë dhe të rritur me aftësi ndryshe, për të moshuarit, për gra dhe vajza viktima të dhunës, si dhe për fëmijë pa kujdes prindëror. Këto shërbime janë ngritur në partneritet të plot me pushtetin vendor dhe lidhen drejt për drejt me rolin dhe përgjegjësinë e bashkive për të vijuar financimin dhe ofrimin e tyre në kohë. Rritja me 17% e buxhetit të Fondit Social dhe paketa historike prej 300 milion eurosh e vendosur në dispozicion të programeve të përkujdesjes sociale në vitin 2026 është një provë e pakundërshtueshme e avancimit jo vetëm në kapacitete, por dhe në ambicien për të qëndruar pranë qytetarit që ka nevojë për këtë mbështetje. Sot, në vitin 2026, në të gjithë vendin ofrohen 98 shërbime sociale, ndërsa buxheti i dedikuar për këtë sektor është 6.5 herë më i lartë krahasuar me vitet e mëparshme. Të 61 bashkitë kanë tashmë plane sociale të integruara për familjet dhe komunitetet në nevojë, ndërkohë përmes planit të rritjes së Bashkimit Evropian, Shqipëria ka përfituar 100 milion euro për të mbështetur zhvillimin e kapitalit njerëzor. Deri më tani janë mbështetur 41 bashki për hartimin e planeve të tyre vendore sociale me qëllim adresimin e nevojave të identifikuara në komunitet.